A ishte në një lidhje. Eliona sqaron raportin me Finem. Kam qenë vetëm promotere e eventit. Finalistja e dytë e Big Brother VIP Kosova, Eliona Binakaj, ka reaguar ndaj spekulimeve që kanë qarkulluar në rrjet për një lidhje të mundshme mes saj dhe reperit Finem. Në një intervistë të fundit, ajo ka sqaruar se mes tyre nuk ka pasur asnjë raport personal, dhe se gjithçka lidhet vetëm me faktin se i pëlqen muzika e artistit dhe me një angazhim pune në një event. Po më vjen për të qeshur, sepse kur je figurë publike në rrjete sociale, edhe detajet më të vogla bëhen shumë të mëdha. Më duket shumë absurde. Unë i pëlqej këngët e Finem dhe i dëgjoj shpesh, është një artist shumë i mirë, u shpreh ajo. Eliona tregoi se në eventin për të cilin po flitet ajo kishte rolin e promotores dhe ishte pjesë e organizimit. Sipas saj, në atë koncert nuk performuan vetëm Finem, por edhe artistë të tjerë të njohur si Mozik, Getinjo dhe Solo. Unë kam qenë promotere e eventit dhe këtë gjë e kam bërë shpesh. Si promotere të bie edhe të qëndrosh në prapasken, të bësh video apo materiale për rrjetet sociale që të promovohet eventi. Por ndonjë lidhje apo kontakt personal mes nesh nuk ka pasur kurrë, sqaroi ajo. Reagimi i saj erdhi pasi në rrjetet sociale u bë virale një video ku ajo shihen në prapasken gjatë një koncerti të Finem, duke kërcyer dhe duke xhiruar momente nga performanca. Pamjet ngjallën me njëherë reagime dhe aludime për një raport të mundshëm mes tyre. Me këtë deklarat, ish finalistja e Big Brother VIP Kosova ka vendosur të sqarojë situatën dhe të hedhë poshtë zërat që kanë qarkulluar për një lidhje mes saj dhe reperit. Eliona, mos u ndal kur Eliona, vazhdo përpara zemra jote di me fitu. Eliona, je dritë në rësire, jeze që s'esht je shpirt që sthyhet. Eliona, mos u ndal kur